Supë mish viçi do përgatitim sot të njerëz të dashur edhe të bukur, edhe është shumë e thjeshtë edhe e lehtë. Në fillim do vendosim mishin të cilin e bleva të gatshëm të prerë, mos rriqet ta presë. Do ta vendosim që të valoj në tenxhere presioni. Unë i hodha vetëm vaj ulliri brenda. Kripën edhe të gjitha të tjerat erza do t'ja hedh pasi ka valuar mishi. Siç mund të shikoni, mishi valoi edhe është gati. Pastaja do t'i hedhim nga këto perimet çfarë të doni juve brenda. Unë kisha kungull, karota dhe patate, edhe këto në fakt i pëlqejnë djalit, ndaj edhe iku karota. Dhe ndaj vendosa këto perime brenda. I pres në copa të vogla, në kube të vegjël, edhe do t'i hedh brenda. Nga këto erza tamerik, paprika, piper të zi edhe kripë. Në fund fare një çik majdanos, edhe selina mund t'i hedhni, po neve nuk na pëlqen me selinë, ndaj i hedh majdanos. Del e shkëlqyer o njerëz të dashur të bukur. Do ta shoqërojmë edhe me një sallatë dhe jemi gati.